Përshëndetje, mirë se erdhën në një podcast tjetër, në një episod tjetër podcastit të Shkollës së Jetës. Jam themeluesja e Shkollës së Jetës, Elora Lofari, dhe kam kënaqësinë të vi përsëri tek ju nga Cafe Lounge, këtë herë me një espresso, dhe nëse jeni në Brooklyn, New York, jeni të ftuar për një kafe patjetër, të njihemi pak më mirë dhe të kaloni një kohë argëtuese dhe të provoni kafe të mira, kafe që patjetër ju çojnë edhe në kujtimet tuaja për Shqipërinë. Dhe në këtë episod zgjodha që të flas pak për temën e le të themi disa nga aftësitë në rrugtimin së sipërmarrës ose sipërmarrëse, që do të interesojë njerëzve që kanë biznes, por mund të interesojë edhe njerëzve që nuk kanë biznes, sepse shumë nga le të themi parimet ose eksperienca e shkollës time së jetës së ndërtimit të disa bizneseve nga fillimi dhe rritjes së tyre, mund të përkojë edhe me jetën tonë të përditshme. Sepse unë mendoj gjithmonë që biznesi ka shumë ngjashmëri me jetën tonë të përditshme dhe me njeriu në fund të ditës. Kështu që doja të ndaja disa nga le të themi elementet themelor që unë kam vënë re, patjetër dhe në eksperiencën time personale, që ndajnë le të themi sipërmarrësit që kanë sukses në sipërmarrjet e tyre, dhe ata që gjatë rrugës ose diskurajohen, ose dorëzohen, ose çpërqendrohen. Mendoj që këto janë tre mënyrat çfarë ndodh më së shumti, le të themi, nëse nuk jemi të vëmendshëm për proceset që të ngjashme që do të kalojnë të gjithë sipërmarrësit që janë në ndërtim të diçkaje, qoftë nga zero, qoftë nga një themel i ndërtuar më parë, qoftë nga një sipërmarrje të ndërtuar nga njerëz të tjerë. Nuk ka rëndësi, mendoj që procesi është i njëjtë, sepse sipërmarrja ka shumë ulje ngritje, le të themi, emocionale, por edhe matematikore, që sidomos në sipërmarrjet e reja që janë startupe, nuk ka stabilitet akoma dhe nuk ka themele të ndërtuara akoma. Kështu që një nga aftësitë që unë kam vënë re që është shumë e rëndësishme është durimi. Sipërmarrja është shkolla më e mirë për të na mësuar durimin. Durimin për të duruar në momentet ku sipërmarrja jonë nuk është aty ku duhet, ose ku do doni t'ju, le të themi. Sepse në fillimet e një sipërmarrje gjithmonë ka hapësira që nuk mbushen gjithmonë, sepse gjithmonë jeni në ngritje e sipërmarrjes, si ri po ju njohin, klientë ri po ju njohin, besimi duhet ndërtuar, duhet të dini ka disa pjesë të tjera të modelit të biznesit, por kjo do ishte pika ime tjetër, që nëse keni një model biznesi të mirë dhe të mirë menduar, atëherë është më e lehtë që ju të kur t'i kaloni këto, le të themi hapësira boshe në sipërmarrjen tuaj, atëherë ju të jeni të sigurt sepse keni strategjinë e duhur dhe jeni duke punuar në gjërat e duhura, dhe patjetër pastaj mund të rini më të qetë. Në sipërmarrja juaj gjithsesi është në rritje, edhe në ditët ose momentet kur ju nuk shihni, siç thash, rezultatet që ju kërkoni në sipërmarrjen tuaj, dhe kjo patjetër gjithmonë është e barabartë me shitjet, mund mos keni aq shumë klientë sa me do donit, mund mos keni aq shumë shitje sa do donit, këto janë gjithë të lidhura bashkë. Kështu që durimi është një nga aftësitë më të rëndësishme që unë kam mësuar në sipërmarrje. Dhe kjo në fakt lidhet me pjesën tjetër, ose një aftësi tjetër që unë mendoj është rëndësishme, që edhe në ditët kur nuk shihen rezultatet, themeluesi duhet të mbajë besimin tek vizioni i tij, ose i saj. Sepse duke mbajtur besimin te vizioni, atëherë edhe ditët që kanë të uljet e ngritjet, do të duken edhe më të natyrshme, sepse ka diçka më të madhe që është në lojë, se sa le të themi ajo vështirësitë ose sfidat e përditshmërisë. Kështu që mbajtja e vizionit, edhe në ditët kur nuk shihni një progres apo hapa kundrejt, le të themi, atyre synimeve që kemi vendosur në biznes, është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet bërë në biznes. Pa vizion ti humbesh, pa vizion dorëzohesh, pa vizion mendoj që nuk funksionon diçka, dorëzohesh shumë shpejt, e kthen në falimentim, në këto histori që jemi në vetes për ta bllokuar veten, sepse pjesa e fundit që do flisja në këtë podcast është frika, menaxhimi i frikës. Frika është një nga problemet më kryesore në biznes, sepse nëse nuk kuptoni se si të menaxhoni pjesën emocionale, frika do jetë prezente se jemi njerëz.
do keni ditë të mira, do keni ditë që keni më shumë frikë dhe pasiguri, sepse vetë rrugtimi i biznesit është rrugtimi i jetës, ne nuk e dim nesër çfarë do na serviret në jetë, por edhe në biznes shumë herë ti nuk e di çfarë do të sjellë e nesërmja, sepse biznesi patjetër ti mund të kesh gjithë eksperiencën, gjithë njohurinë, planin e duhur, por është edhe në dorën e tregut tuaj. Ka dhe disa njerëz të tjerë që kanë në dorë mbështetjen ndaj jush apo jo. Kështu që është gjithmonë një bashkim i shumë faktorëve. Prandaj është shumë e lehtë për sipërmarrësit që t'i marrë frika përpara, le të themi, dhe siç thash, të heqin dorë shumë herë nga vizioni i tyre, të bëjnë një histori që kjo nuk funksionoi, të krahasojnë veten me njerëz të tjerë që kanë sukses. Këto janë gjithë problemet, le të themi, që emocionale ose psikologjike që ndodhin në biznes, por keni shumë kujdes kur ju i bëni këto, sepse siç thash, këto janë procese natyrale, por nëse nuk e dini që mund t'i kaloni, atëherë mund edhe të merrni vendimin e gabuar. Wow. Vendimet e gabuara në fakt janë ato që çojnë rreth rezultateve të caktuara. Sepse në fund të ditës, nëse diçka, një vendim merret nga frika, është gjithmonë vendim i gabuar, mendoj unë. E kam testuar këtë teori në jetë, dhe është teoria që më rezulton gjithmonë e vërtet që nëse vendimet merren nga frika, gjithmonë do jeni duke marrë vendimin e gabuar në jetën tuaj, qoftë në jetë, qoftë në biznes, është një njëjta gjë. Kështu që patjetër, këto besoj ishin 3 më të rëndësishme. Doja gjithmonë ta fokusoj podcastin në gjërat më themelore që kam mësuar gjatë eksperiencave të mia për ta ndarë me ju. Dhe sigurisht nëse jeni këtu në Brooklyn, New York, ju ftoj për një kafe këtu në Cafe Lounge dhe bisedojmë live, pas edhe mbi këtë temë ose edhe tema të tjera. Por edhe pjesën e sipërmarrjes tuaj. Nëse kudo që t'jeni në rrugtimin tuaj, mund të bisedojmë së bashku dhe të ju jap disa, le të themi, sugjerime që mund të jenë duke u ndihmuar varet ku ju mund të jeni tani në këtë pikë në biznesin tuaj. Më lini koment kudo që ju ta dëgjoni këtë podcast, se çfarë po përjetoni, cilat janë sfidat e radhës, nëse çfarë unë thash ka kuptim për ju, jeni duke gjetur veten te kjo që unë thash, dhe pastaj mund të vazhdojmë një bisedë më tej, duke ndarë eksperiencat, por edhe nëse mund të ndihmoj, pse jo. Shumë faleminderit që ndiqni podcastin e Shkollës së Jetës, mos harroni ta ndani, të bëni subscribe dhe të lini një review që mos të humbisni episodet të tjera. Mirupafshim, gjithë të mirat.